Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa usalli wa usallimu ala an-nabiy al-mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet I takojnë Allahut të madhruar, ai është I vetmi I denjë dhe meritor për të qenë I lavdëruar dhe I adhuruar, përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Familjen, shokët e tij dhe të gjitha ata cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë. E lutim të na bëjë falënderues dhe mirënjohës, ndërsa jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka mundsuar që edhe sonte të vazhdojmë shoqërimin tonë. Gjithë një përpjekje për me I kuptu sa më mirë fjalët e Allahut fuqiplotë edhe për me I apliku pastaj ato në mënyrë cilësore në jetën tonë. Sonte, duke qenë se jemi duke u shoqëruar me rrëfimet e surës Shuara, po jo si rrëfime, po si praktika, si veprimtari të njerëzve të mëdhej që Allahu I madhruar I ka përmendur në surën Shuara, e që për një moment veprat e tyre janë shumë frymëzuese për arsye se të këtilla kanë qenë edhe për atë të cilët ja shpall Kur'ani sallallahu alaihi wasallam. Po I bjen me e kujtu, me e ri theksu çdo herë se fillimi I kësaj sure e përshkruan një gjendje të keqardhjes së thellë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mosbesimin e kurejshitëve. Dhe Allahu ja treg vërejtjen la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, a mos po don me shkatërru veten pse ata s'po besojnë. Pastaj I ja kujton gjithashtu inna sha'nu nunazzil alayhim min as-sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Pak me dashna e lëshojmë një argument fuqishëm të pamohshëm prej qiellit edhe ata s'kan çare detyrimisht pa ju nënshtruar atij. E këtu Allah I madhruar I tregon pejgamberit vetë që roli dhe misioni I jetë është me thirr, me përkujtu, me këshillu, ndërsa a udhëzohen njerëzit, a nuk udhëzohen, nuk varet prej dëshirës tone, as prej dëshirës së askujt, ekskluzivisht varet prej dëshirës së Allahut fuqiplot. Pastaj Allahu I sjell shembujt për ngushëllim gjithsesi, për me e pajtu, për me e qetësu, besa edhe për me e motivu me vazhdu misionin e vetë. I sjell shembujt e pejgamberëve me radhë, jo me radhë sipas kronologjisë historike, po me radhë qysh përmendën në këtë kaptin, e përmend mas pari Allahu Musa'in alayhi salatu wasalam, pastaj e përmend Ibrahimin alayhi salatu wasalam, që kemi folë javën e kaluar për te. Ndërsa sonte vjen rrëfimi për një pejgamber I cili ka jetuar në kohëna të lashta, që është Nuhu alayhi salatu wassalam, dhe janë pikërisht ajetet 105-122 të surës Shuara, me të cilat do të përpiqemi të frymëzohemi. Po e lexoj përkthimin për shkak të kohës. Thot, edhe populli I Nuhut I përgënjeshtroi të dërguarit. Populli I Nuhit I përgënjeshtroi të dërguarit në shums, jo një të dërguar, po në shums. Vëllai I tyre Nuhu u tha, çfarë përshkrimi interesant, vëllai I tyre Nuhu u tha, a nuk e keni frikë Allahun? Unë jam një profet I besuar, I dërguar për ju. Prandaj keni frikë Allahun dhe mu bindni mua. Unë nuk kërkoj prej jush asnjë shpërblim për këtë. Shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve. Prandaj keni frikë Allahun dhe mu bindni mua. E ata I thanë, e si të besojmë ty kur ty të pasojnë më të ullëtit? Nuhu tha, unë nuk e di se çfarë kanë bërë ata, që ju I quanit këtill. Pra ju po keni vërejtje pse dikush po më beson mu, po I quanit ullt, po I quani me nofka të pakëndshme, unë nuk jam gjykatësi I tyre. Nuk e di çfarë kanë bërë ata. Përgjegjësia e tyre është vetëm para Zotit tim. Nëse e kuptoni, unë nuk kam për t'i përzënë kur ata që besojnë. Unë jam dërguar vetëm si një paralajmërues I qartë. Ata thanë, o Nuh, nëse nuk heq dorë nga kjo që po bën, do të vrasim me gur. Nuhu tha, o Zoti im, populli im më ka mohuar,
Gjyko atëherë me drejtësinë tënde ndërmjet meje dhe atyre dhe më shpëto mua dhe besimtarët që vinë mas meje. Që vinë mas meje, do të thonë që vinë pas meje, që më pasojnë. Dhe ne i shpëtuam ata dhe të gjithë ata që ishin me të në anije, dhe ne i shpëtuam atë dhe të gjithë ata që ishin në anijen e mbushur plot. Dhe i mbytëm në ujë ata që mbetën pas. Vërtet, në këtë ngjarje ka argument, por shumica e tyre nuk besojnë, nuk ka dyshim se Zoti yt, ai është ngellnjimtari, mëshirëploti. Rrëfim interesant. Renditja, jena mundu edhe në të kaluamën, kur kemi folë për Ibrahimin a.s. me përmend pse Musa është përmend para tij, pastaj pse Ibrahimi është përmend para Nuhut, duke qenë se nuk e kemi një renditje sipas një logjike njerëzore. Por renditja kuranore do të duhej me nashti me menu pse me qenë kjo renditje. Edhe Nuhu është një lloj babe i njerëzimit. Edhe Nuhu është një lloj prijatari në pejgamberllëkun që quhet risale, resul. Thuhet resuli i parë është Nuhu a.s. Po, masi që Allah i madhruar i edhe shembujt Musait dhe të Ibrahimit, tash i asolli një shembull hala më interesant, pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Musai hoqi keq, hoqi shumë, mas pari me faraonin edhe popullin e tij, pastaj hoqi shumë edhe me popullin e vet, cilët nuk di t'i ketë dërgu Allahu argumente e mrekulli dikujt më tepër se sa Beni Israelëve. Edhe pastaj nuk di t'i ketë dërgu, edhe sigurisht si ka dërgu kërkujt prej popujve, pejgamber më shumë se sa Beni Israelëve. Për atë arsye, përvoja e Musait a.s. është interesante se kishte të bëjë me një popull shumë kryeneq, shumë pan gjana të mrekullueshme, megjithatë prapë nxirrnin pyetje, kërkesa të panevojshme dhe Allahu i madhruar u arëndonte. Në të vërtetë ata i arëndonin vetes me këtë kryeneqësi që e kishin. Pastaj vjen Ibrahimi a.s. i cili si njeri edhe si personazh kuranor për një mend e ka një histori interesante prej pejgamberëve që përmenden në Kur'an edhe prej njerëzve në përgjithësi që përmenden në Kur'an, nuk di të ketë histori më të bujshme se sa ajo e Ibrahimit a.s. Ka shumë fragmente edhe secili është më interesant se tjetri. E pastaj vjen Nuhu a.s. me një përvojë shumë specifike, shumë të veçantë, e që ndoshta është ndër përvojat më madhështore, për arsye se sinonimi i veprimtarisë në Nuhut a.s. është përqëndrimi, përkushtimi, qëndrueshmëria, stabiliteti dhe sabri i tij në rrugën e thirrjes, në rrugën e Allahut fuqiplot. Për një arsye shumë të thjeshtë. Arsyeja është se ai qëndroi gjatë, shumë gjatë. Aq gjatë që asnjëri prej neve s'kishim mujt me paramendu, mos të kishim ditë rrëfimin kuranor, edhe mos të kishim besu Kur'anit. Me na pyet dikush, hajt hipotetikisht, në mujsh me ja qellu, sa ka thirr një pejgamber mas gjati në rrugën e Allahut, kur s'na ki shku menja, me thonë, atë sa ka qëndru Nuhu a.s. në mesin e popullit ti. Allah thot 950 vite, unë e menoj, sa do që të kishim menu na që ka jetu gjatë. Një pejgamber ka jetu gjatë. Hajtë sa për ta mërmenja që u konë pejgamber, që ka këshim thonë? 100 vjetë, 120 vjetë. Na ki shku menja që hajtë se ata përpara kanë rënu ma gjatë se na. Hajtë 150 vjetë, por 950 nuk besoj që e këshum imaginu. Megjithatë, kjo ka ndodhë. Edhe jemi shumë të sigurt që ka ndodhë, për shkak se na e ka rrëfy Allahu fuqiplot, ani pse mendjet tona e kemi vështirë me imaginu qysh 950 vjetë, po sa kanë rënu ata njerëz. Po kanë rënu ka 1000 vjetë. Nuk kanë rënu si kur na sot që jetojmë ka maksimumi 100 vjetë.
60-70 mesatari, apo hajt, nëse dikush e kalon, ajo është 100 vjetëshi për shembull. E tash, kjo veprimtari kaq e bujshme, na shtin me mendu një njeri kaq i madh edhe kaq i përzgjedhur, si Nuhu a.s. Kaq shumë vite, kaq gjatë, në mesin e njerëzve, edhe në fund epilogo, kaq pak njerëz me i besu. Ku është logjika, ku është arsyeja e kësaj? Nuk mundëm me drejtu gishtin ka pejgamberi i Zotit për arsyeën e thjeshtë se pejgamberët e kanë përmbush misionin e vetë në mënyrën më të mirë. Se në kont përzgjedhur të Allahut, Allahu se ka bërë gjithkonin pejgamber. Po, kur kon dikush pejgamber, ajo kon në suazat njerëzores i përsosur, i përkry. Në suazat njerëzores. Njeri mbetet pejgamberi, po i pagabushëm brenda një kornize të caktuar. Domethënë punën e kanë kry mirë, punën e kanë bërë mirë, 950 vjet, po njerëzit prap nuk kanë besu. Madje në surën Nuh, Allah i madhruar e përshkruan edhe me thonë atë ankesën e Nuhut a.s. për popullin e vetë. O Zotë im, unë i thira ata publikisht, i thira fshehurazi, e haptazi, e individualisht, e mënyrë grupore, e kështu, e ashtu, mirë, po, dhe më thonë, nuk besu. Allahu tash këtë rrëfim këtu, sidomos në këtë vend, në surën Shuara, po thot kadhabet qawmu Nuhin el-mursalin. Populli i Nuhit i përgënjeshtroi pejgamberët. Realisht, populli i Nuhit e kishin veç një pejgamber. Edhe veç një njeri ju fliste edhe ata veç me një njeri debatonin. Kështu që kur ka ardhur hesapi, ata një njerit i kanë thonë, s'po të besojmë. Ose vretjet tona janë kështu, ose kur e kanë kërcnu i kanë thonë, nëse s'ndalesh na kena me të vra. Veç me një njeri kanë komuniku ndërsa Allahu po thot, i kanë përgënjeshtru pejgamberët. Çka nën kupton kjo? Janë dy interpretimi, ose ma mirë me thonë dy sharime, se nuk vinë ndesh njëra me tjetrën, janë interesante të dyjat, e që neve nuk na pengon me i marrë të dyjat si të sakta. E para që është shumë e fuqishme, edhe e argumentume, thot, mos besimi i kujt do në një pejgamber, është mos besim në të gjithë pejgamberët. Ata e kanë mohu saktësinë, vërtetësinë, sinqeritetin, besnikrinë e Nuhut a.s. I kanë mohu të njëjtën për të gjithë pejgamberët. Për arsyen e thjeshtë se të gjithë pejgamberët në të vërtetë kanë qenë një vijë të autorizuar për i Zotit të gjithësisë, edhe të obliguar, të ngarkuar për me i thirrë njerëzit, po njëkohësisht edhe ajo që kanë thirrë ata ka qenë e njëjta. Me dallime në disa detajet, cilat kanë qenë si rrjedhoj e ndryshimit të kohrave, të rrethanave, të vendeve, të etnive mbase. Po kryesorja ajo substanca e thirrjes edhe e davetit të pejgamberëve ka qenë e njëjtë. Të gjithë ka qenë la ilaha illallah. Edhe duke qenë kështu, cilin do me mohu, i ka mohu të gjithë. Do thonë, pejgamberët janë kon pjesë e një aleancë, një vargane, që hiç s'ka pas, si me thonë, s'ka pas mos funksionim në mes tyne, ani pse kanë jetu në kohëna të ndryshme. Është interesante të pejgamberi i fundit të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili neve tash na tregon, thot, do të vi koha kur Nuhu alaihi salatu wasallam do të jap llogari para Allahut, do të japin edhe pejgamberët llogari para Allahut. Jo për shkak të ndonjë gabimi që kanë bë, po për shkak se Allahu dëshiron se drejtësia e tij në mënyrë absolute më në shprehje. Dhe për shkak të kësaj Allahu edhe i sprovon njerëzit. Ani pse ai e din edhe e ka ditë paraprakisht kush prej njerëzve kish me qenë besimtar, kush kish me qenë mohus, kush kështu, mirë po nuk e kalon me i gjyku si mas dijes ti paraprake, po e kalon me i gjyku si mas veprave tyne, cilat do të dalin, do të shpërfaqen
si rjedhoj e sprovave me të cilat Allahu ka me i sprovu. Edhe tash Nuhut alayhi salatu wasalam, Allahu ka me i thonë, a i ke përmosh misionin. Allahu i gjithdituni, thot po o Zot. I pyet ata, a ju ka ardhur ndonjë pejgamber juve me ju thirr? Ata thonë jo o Zot, kërkush s'ka ardhur, kërkush s'na ka thirr. Kërkush s'na ka tregu për ty se më na pas tregu dikush, kishim besu. Allahu i thotë Nuh, po ti po thu po, ama a ki dëshmitar? Thot po i kam dëshmitar, ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na do të bëhemi dëshmitar të Nuhut alayhi salatu wasalam, edhe pse më na pyet, çfarë o mërmendja, kur ka jetu Nuhu alayhi salatu wasalam? Unë për vete nuk e di. Po dëshmitar e di që ka me kanë, Allahu na boft prej atyre besimtarve. Pse ka me kanë dëshmitar? Për shkak të asaj që Allahu na ka treguar në këtë Kur'an. Për shkak të këtyre ajeteve për të cilat jena duke folë. Pra, një vi në të cilën asnjëri nuk ka dalë prej sistemit, asnjëri nuk ka dalë prej sinkronit, janë kon sinkronizuar, që është më së miri, pejgamberët e Allahut edhe si rrjedhoi e kësaj përgënjeshtrimi ose mohimi i cilit do prej tyre është përgënjeshtrim, mohem, mosbesim në të gjithë ata. Disa kanë thonë edhe populli i Nuhut i përgënjeshtruan pejgamberët, thot nuk është qëllimi i përgjithësimit, është qëllimi të Nuhu alayhi salatu wasalam, por është përdor shprehja pejgamber. Për shembull, sikur thuhet filani i kalëron kuajt. Ai bën ki vetë një kale, ka një vetë vetë një kale o hyp, mirë po për shkak se e ka pasur thot i kalëron kuajt. Për arsye se cilin do me e pas në dorë ai kish ditë me bashkëvepruar me te. Edhe kjo dëshmon se ata njerëz që e kanë mohu Nuhun alayhi salatu wasalam, cilin do pejgamber t'ja u kishte thënë Allahu, ata prap kishin me e përgënjeshtruar atë. Kur thash 950 vjet, e një njeri i mrekullueshëm, e i përpikt, e i sakt, e elokuent, të gjitha ato pejgamberët që shtojnë konë, edhe pak njerëz me besu, ku është faji, ku është arsyeja të kryenësia e njerëzve. Nuk mundu me deshifru ma shumë, për shkak se nuk e dim, nuk mundu me zbërthy urtësinë e Allahut pse ka ndodhur kështu, pse në ato kohra të kalume, atë që gjatë pejgamberët kanë punu, atë që pak njerëz kanë besu në kohën e pejgamberit fundit, relativisht shkurt, 23 vjet pejgamberllëk, krejt dunjaja u bon musliman. Krejt dunjaja kushtimisht, po Islami megjithatë mbeti edhe shekuj e mileniume mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ata e përgënjeshtruan pejgamberin e tyne, me atë përgënjeshtrim i përgënjeshtruan edhe pejgamberët tjerë, thot kur vëllai i tyne o tha, ela tettekun, as po e keni frikë Allahun. Vëllai i tyne, këtë vllaznillëk që Allahu i madhruar e ka përmend, ka të bëjë me vllaznillëkun e lidhjes të gjakut, të themi, ose etnis, ose, do të thonë, kam pas diçka të përbashkët, por nuk është besimi. Besimi është dallimi i madh. Filoni beson edhe filoni s'beson, ka mujt me i lind një nan, dallimi është shumë i madh, ani pse të dytë e kanë një nan. Megjithatë nuk mohohet vllaznillëkun mes tyre. Kjo është e para. E dyta, kur e lexojmë Kur'anin, e sidomos çdo rrëfime të pejgamberëve, kur i lexojmë, s'munët panaron sy se si Allah i madhruar megjithatë nuk i minimizon, as nuk i eliminon lidhjet në mes njerëzve edhe atëherë kur eventualisht mundet me pas jo vetëm kundërshtimen mes tyre, por edhe armiqësi. Nuhu me popullin e vet, në farë mënyre armiqësi ka pas. Po Allahu ka thonë vllai i tyre Nuhu. Pse? Për arsye se në të gjitha rrethanat, pavarësisht kundërshtimeve, mospajtimeve, po edhe armiqësive, njerëzit megjithatë është mirë mos me i shkput të gjitha lidhjet. Do të me e lënë një vit komunikimit për arsye se ne nuk e dim, ndoshta një armiqësi e sot me nesër mundet me u shndrru në miqësi. Pastaj besimtari për këtë shembullin më të mirë i ka pejgamberët e Allahut. Besimtari duhet çdo pikë takimi me dikant me shfrytëzu
por me ju thonë njerëzve atë që ju kanë thonë pejgambert popujve të tyne. Ela tattaqun, as po e keni frikë Allahun. Inni lakum rasulun amin, ju ka thonë, unë për juve jam një pejgamber besnik, një i dërguar besnik. E ka prezantu vetën. Është shumë e rëndësishme që njeriu që ka ideal me të cilin jeton, ka uzë për të cilin jeton edhe vepron, mesazh të cilin ka me përçu, ai njeri duhet me kon i njoftun në mesin e njerëzve. Nëse nuk je i njoftun, nështë ta mundesh me i mbashtru njerëzit, me të besu për shkak, sigur sot për shembull. Sot kanë njerëzit ndjekës simpatizant ose fansa që ju thojnë, edhe për shkak se nuk i njohin, për shkak se ndikimin e ka bërë që komunikimi masiv. Mirë pa ai ndikimi i drejtë edhe i saktë edhe i duhur është që ai ndikusi, po e përdorin fjalën shqip, influencere, ai me koni njoftën të njerëzit. Edhe pejgambert Allah gjithmonë jam prezentu, unë jam, ata realisht kështu e kanë njoft personalisht, po tash edhe misionin mja dit, unë jam një i dërguar i Zotit, i dërguar besnik. Ashtë përdor shprehja besnik për me të regu se unë nuk jam ka trilloj, nuk jam ka fantazoj, nuk jam ka i qes për i vetit këto që ka për ju tham juve. Krejt këto i kom marrë në emanet prej Allahut edhe me atë emanet, me atë besnikri të skajshme, po i përcjeli deri të kjo. Pastaj ju thot, fattaqullaha wa ati'un. Andaj, kini frikë Allahun dhe më dëgjoni mua. Që kjo shprehje përdoret shumë. Te Nuhi a.s. që thashë, mas një ajeti përdoret edhe një herë. Te pejgambert e Allahut përdoret shumë, fattaqullaha wa ati'un. Kini frikë Allahun dhe më dëgjoni mua. Kjo jep me kuptu se lidhja që synohet me u bë, është lidhje në mes njerëzve dhe Zotit. Ndërsa roli i shëmbëltyrës njeri në këtë rast, që janë pejgamberët, po mas pejgamberëve janë thirrësit, dietarët, hoxhallarët, interpretuesit, çuj qysh dush, dhe më thonë, lidhja është me Zotin. O njerëz, lidhuni me Zotin, ju ka thonë pejgamberi. E ti o pejgamberi Zotit, unë jam lidh, unë veç jam i lidhun, po ju thras të lidheni edhe ju. Masi të lidhemi me Zotin, çka do të me po? E tash më dëgjoni mu se unë ju mësoj. Unë ju tregoj se mu Zoti më ka mësu, edhe unë tash ju spjegoj juve edhe ju tregoj se qysh funksionon kjo lidhje. Fattaqullaha wa ati'un. Pastaj për m'ja hiq vezvesën, thotë wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Edhe unë për këtë punë nuk lypje shpërblim as kompenzim prej juve për arsye se shpërblimi im i takon Zotit të botëve. Fattaqullaha wa ati'un, edhe një herë, andaj keni frikë Allahun dhe më dëgjoni mua. Në vende tjera në Kur'an, ku përmendet rrafimi për Nuhun a.s. ose cili do rrafim, edhe prej atyne që i kemi trajtu, ose që do t'i trajtojmë javën me vijem, inshallah. Ka detaje të përafërtash, ka njerë na duken të ngjashme, nga njerë ka do detaje që ndryshojnë nga pak që e bjen një element që i përgjigjet kontekstit të rrëfimit në temën që flitet ose në surën që ka ardhur ose kështu me radhë, po në përgjithësi ajo paraqitja e pejgamberëve ka qenë paraqitje dashamirëse. Që kjo është ajo që e kom përmend edhe javën e kaluar të shembulli i Ibrahimit a.s. Ata e kërcënojshin, e hodhën zjarri, banën mas, diçka maran, nëse ju kujtohet, e tham, maran se sa me të gjunë zjarë nuk ka. Ibrahimi a.s. prap lutej edhe kërkon të falje për babën e vetë. Waghfir li abi, o Zot fale babën tem se ai ishte i lajthiton. Pejgamberët ishin skajshmërisht dashamirës, për këtë arsye Allah edhe i përshkruan vllai i tyre Nuhu, ndërsa në përshkrimet, rrëfimeve të ndryshme kuranore, e përshkruan Allah se thirrja e pejgamberëve edhe formalisht
Ka qenë thirrje përgdhelëse, thirrje afruese e jo thirrje refuzuese. Ka qenë thirrje unifikuese e jo përçarëse. Ja qaumi. Ja qaumi do të thonë o populli im. Kur ti thosh dikujt i jemi, do të thonë ti veç e ke afru. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Para se me i kallëzu që cila është rëndësia e besimit, cila është rëndësia e të kuptumit drejt të vlerës së jetës, e qysh jeta është e papërsëritshme nëse e humb një herë, ajo mos s'ofron një mundësi të dytë e kështu me radhë. Krejt këto ti mundesh me thonë, po këto janë gjëra bre shumë të logjikshme. Qysh s'm kupton një njeri me të cilin jam të fol. Ka dalë o vëlla, mas pari rafshot terrenin, mos le pengesa mes teje dhe ati, le ta kupton ai që ti je dashamirës për ta. Nëse është nevoja, përdor edhe fjalë përgëdhelëse, o populli im, ose nëse është dikush edhe më i afërt, o vllau im, o baba im i dashur, me plot respekt Ibrahimi alayhis i thotë ja e bëti, o baba im i respektuar edhe i shtrejt. Ose ja buneje, Nuhi alayhis i thotë ma vonë djalit vet, ja buneje, o birimi i dashur, hecëp me neve në nije. Do thonë me njerëz që çështu do të me komuniku, me i tregu se nuk je tu i thirr te vetja, nëse të përgjigjen ose jo, kur gjë më i pasun s'ki më u bë, as madje as sevap më shumë s'ki më pas. Nëse e ke thirr dikan, ta kuptojmë drejt edhe mirë çto. E ke thirr dikan, e ke këshillu dikan. Tu ka përgjigj ose s'tu ka përgjigj, ti sevapin e ki njëjtë tek Allahu fuqi plot. Ai mundet me qenë përfituesi ose humbsi, ndërsa ti, nëse punën tone e ke bërë çysh do, ti je përfitues gjithmonë. Kështu që përcjellja e mesazheve pozitive dhe të mira, shpërfaqja edhe konfirmimi i dashamirësisë me vepra konkrete, është ajo që ty të bën fitues në të gjitha rrethanat. Kështu vepronin pejgamberët, kështu veproi edhe Nuhu alayhis salam, jo tha as po e keni frikë Allahun, unë jam një i dërguar besnik tek ju. Andaj keni frikë Allahun, edhe më dëgjoni mua, unë s'lypi për juve kurrë, për të mirën e juaj e kam, andaj keni frikë Allahun dhe më dëgjoni mua, edhe vjen momenti kur ata i thonë, s'kan mujt me i gjitë vrejtje, s'kan mujt me i thonë, hec bre se na ty të njohim deri dje je kanë kështu ose ashtu ose kështu me radhë, të njerëzit e rëndomte edhe me pas kanë deri dje dikush, po themi, me pas qenë dikush edhe kriminali më i madh. Një moment caktuar është vetëdijsu. E ka udhëzu Allahu, ju ka kthyer rrugës të marrë dhe drejt, na s'kemi drejt me thonë, a e din kush je kon ti? Sa e din më mirë se na kush e kon. Po ti mos e këshyr kush e kon, po këshyr kush më bë sot. A te pejgambert kjo s'ka mujt me ndodhë, se pejgambert kur si në kon përveç se të mirë. S'ka pas në një moment kur pejgamberin cilin do, ka mujt dikush me e gjetë një njoll në biografinë e tyne ose në personalitetin e tyne e kështu me radhë, andaj kur s'kan mujt me ju kap pejgamberë me thonë, ajtë se na të njohem. Përkundrazi pejgamberët gjithë ju kanë thonë, ju më njehni mu. Une që ka vite, fëkat lebith të fikum, min omor i sinin, une me vitet tona kom jetu në mesin e juj. Do thonë, nëse keni dikun mu kap, kalzoni, po s'keni. E atër këta kanë fillu me refuzu, me gjona palidhje, kalu e nu'minu leke, وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ. O Nuh, apo menon ti që ne po të besojmë ty, ndërsa po i shohim se përreth teje janë do njerëz pa vlerë. Tash, me vlerë ose pa vlerë, kjo është vlerësimi i njerëzve. Madje kjo është vlerësimi jo i të gjithë njerëzve, po vlerësimi i disa njerëzve që në këtë rast kanë lyp pretekst edhe arsyetim mos me besu. Unë të kisha besu ty, po me cëta njerëz unë e s'muj me najtë. A realisht nuk e bon njeri unë me vlerë ose pa vlerë gjenja ekonomike. E kemi të gjithë ditën, tonë kanë qef me konë të pasën, tonë kanë qef me konë të veshën mirë edhe të ushqymë mirë edhe të krehën e të ndreqën e të gjitha ato, po se kanë të gjitha atë mundësi, edhe ajë që s'ka, nuk është i pa vlerë pëse s'ka. Njeriu bot i pa vlerë ose i me vlerë për shkak të veprave, sjelljeve, virtyteve që ka, jo për shkak të gjendjes ekonomike. Mirë po ata, për me gjetë arsyetim, pretekst, mos me besu, kanë thonë, e nu'minu leke, وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ. Qysh me ardha me ty, kur mas teje po vinë njerëz të e oltë. Nuhu alayhis salam
për mos me zgat muhabetin, me thonë jo ka dalë se vlera i ulët ose i lartë nuk bot njeri me këto ose me ato, ka dashtë me e këput këtë bised, për me i lanë të tema boshte, ju ka thonë, wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Ku e di une se çka kam bo këta në të kalume? Ajo shprehje jo, po çka po m'intereson mu çka kam bo këta? Une i kom thirë njerëzit, qysh për ju thirë juve, i kom thirë edhe këta kam besu, ju s'po doni me besu. Ta shmujnë e mi u thonë këtyne, largonu ju se po vjen filani. Që në dilni për i gjamije se filani ka me hynë gjami, kjo të nanë nuk funksionan. In hisabuhum illa ala rabbi lau të shurun, llogaria e tyne është veç kompetencë e Zotit tim, nëse jeni të marrë vesh, ka po thamë, o ma ene bitaridil mu'minin, unë nas një mënyrë nuk i përza, nuk i largoj besimtarët. Filoni është besimtar, i thonë kanë këti apo ati komuniteti ose etnije, e ka këtë gjendje ekonomike ose atë tjetrën, e ka këtë dukje, këtë ngjyrë të lkurës, këtë çka do të qofë, s'mu i me thonë ti mos hajde se ajo është besimtar edhe ajo që më lidh mu me te, është pikërisht besimi i ti. In ana illa nadhirun mubin, funit unë nuk jam gjykat si asi juji, asi atyne. Unë jam vetëm një njeri i cili u atërheq vërejtjen në mënyrë të qartë. Qasja e elitave, ose të ashtu qujtunave elita, parive, Kurani i përmend, el mele. Qasja e tyne ndaj njerëzve të rëndomt, njerëzve të thjesht, ka qenë kryesisht diskriminuese, edhe gjithmonë i kanë këqyrë me përbuzje, qysh me ardhna me ty, kur qërë çfarë njerëz të kanë besu. Mirë po, nuk ka qenë gjithmonë, por arsye se qëta njerëzit e thjesht, unë menoj që pikrisht që ta e përbojnë atë vlerën kryesore të një komuniteti, të një populli, të një kombe, të një shoqërie, çuje qysh dush, e tash ata të cilët pjesën dërmuese të kohës sillen me arrogancë ndaj këtyne, të ultit, të përbuzunit, e kështu me radhë, në momentet caktume, din me i vlerësu, ose bëhen sikur po i vlerësojnë për shkak se kanë nevojë për ta. Të rrafimi për Musajin a.s. këthoni në surën Shuara, që e kemi trajtu, faraoni, kur e humbi betejën, atë betejën e përballjes me argumente, me Musajin a.s. Faraoni i mbledhi këtë magjistarët më të shkaftë të Egjiptit, përballë tyne veç Musa a.s. ishte, e kishte edhe vllaun Harunin që i rrinte mrapa, po Haruni s'kishte ndonjë rol aktiv në atë përballje. Edhe kur e humbi atë betejë, faraoni filloi tash me e vlerësu edhe masën. Fa arsala fil madaini hashirin. Filloi në qytete me ngrit alarmin, edhe me thonë se qëre këta u rebelun kundër neve, edhe na të gjithë jemi në kujdes të shtuar. Po ti nëse je zot që i ke thonë veti, çka po të vyna i fukaraja, a i olti, që deri dje i ke thonë i olt, çka po të vyna i që i ke thonë, unë s'di të keni ju ndonjë zot tjetër përveç meje. Mirë po në momentet caktume edhe faraoni i ka, për arsye si në kohët e krizave të veçanta, që edhe ata elitarët ose pseudo-elitarët, edhe ata pushtetarët e padrejt, edhe zullumqar, edhe për atë katunarin në viset më të shkajshme rurale, edhe për ato e ndin një nevoj. Edhe ai i vynë, edhe ato e mobilizani, thotë edhe ti, ani pse, ala si ke bo 55 vjetë, i ki 54, hajde bënë ushtarë këto. Dhe më thonë, në momente që kur është rehatia nuk i vlerësojnë, por në momentet caktume e kanë një konsiderata, ani pse unë menoj se ajo ma shumë është farsë, se sa është konsiderate veçanë, reale edhe e vërtet. Qështu funksionon dunjaja, qështu ka funksionu atër, qështu funksionon edhe sot. Një 3 vjetë e gjys, pak ma shumë se 3 vjetë e gjys, shumica dërmuese e populatës janë erdhelun, ata të ultit, një 3-4 muj, 5-6 muj, ju jeni sovrani. Pse?
i vyn, edhe ai shkreti, edhe ai i mirë, edhe ai i pa veshun, i pa mathën, i pa ngopun, të gjithë i vyn. E tani apet vazhdon avazi vjetër, po pak ka rëndësi kjo, rëndësi ka se askush më mirë se Allahu fuqiplot nuk na i qartëson këto gjana. Qalu la in lam tantahi ya Nuh la takunanna min al-marjumin, i thanë në fund. Despotët, zullumçarët, kur i humbin argumentet, ju mbetet argumenti i fundit, që është forca. E humbin forcën e argumentet, e përdorin argumentin e forcës. Edhe ata i thanë, o Nuh, ose nalo, ose kena me të mytë. S'ka mu me bo muhabet. Po jo argumenti, s'ka argument, as dim çka është argumenti. Ne kemi forcën, ta nalim me zarë. Sot ndodhë në dunja qështu, po qështu ka ndodhë historikisht. Në të gjitha ato përballje në mes të vërtetës edhe të kotës, edhe tash Nuhu a.s. një moment thot, Kale Rabbi inna qaumi kadhabun, tha o Zot, populli jam. Hala po i thot populli jam. S'po i thot armisht e mi, s'po distancohet prej tyne. Është interesant, ajo e përmenat dashamirësinë e pejgamberëve që kanë pas për popujt e tyne dhe për njerëzimin përgjithësi. Kur nuk është shumë. Gjithmonë ka pas dashamirësi, deri kur Allah ju ka thonë, s'ka ma, dhe Nuhit në tjetër vend, Kur'an e përmend, i thot Allahu s'beson, kërkosh ma. Ka marrë fund kjo punë. Nuh a.s. i shkreti pa në kohët, po thot Rabbi në qaumi kadhabun. Faftah bejni o bejnehum fatha. O në gjini. O me ma'je min el mu'minin. O Zot tha, këta më më përgënjeshtrunë edhe si duket e kanë da menën. Andaj, o Zot, më po lutem që ti të gjykosh mes meje dhe atyne, të gjykosh ju në kuptimin me gjyku kush e ka mirë, kush e ka keq, jo, po të gjykosh të vendosësh çka me bose. Unë mo jam i paaftë edhe po e pranoj pa fuqinë time për me pas çfarë do ndikimi, krejt çka do të ndodh tash është në dorën tone. Ekskluzivisht në dorën tone. Ama e bën një lutje në fund, wa najjini wa man ma'i min al-mu'minin, dhe më shpëto mua o Zoti im, dhe ata që janë me mua prej besimtarve. Tash, krejt që kjo rrafim, do thonë, fillu me ajetin 105, mrejtum të ajetin 118, sa për bjen, 14 ajete. Në 14 ajete të shkurta, Allah i madhruar po e përshkru një histori 950 vjeqare. Pra s'ka ndodhë mrena ditës krejt që kjo. Kjo është e përmbajtja e pa detajume. E kohës prej kur Nuh a.s. i ka thonë, unë jam pejgamber, ata i kanë thonë, si e pejgamber, e deri në fund, kur Nuh është detyru me thonë, o Zot, më shpëto mua edhe këta besimtar që po besojnë bashkë me mua. Edhe Allah i madhruar thot, fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulki al-mashhun thumma aghraqna ba'du al-baqin. Nuh tha, o Zot, më shpëto mua dhe ata besimtar që janë me mua. Allahu po thot, dhe e shpëtuam atë dhe ata që ishin me te, sta ata besimtar që ishin me te. E shpëtuam atë dhe ata që ishin me te në anijen e stërmbushën plot. Të tjerët i përmbytëm që të gjithë. Një dallim interesant. Nuh a.s. thot, o Zot, mu edhe ata që janë besimtarë me mu, Allah thot, i shpëtuam Nuhun dhe ata që ishin me te, pa e përmend se ishin besimtarë. Dallimi ku është? Dallimi është se me Nuhun a.s. ka pas edhe kafsh, edhe krijesa tjera, si në konë mes njerëzit. Që ata njerëz që në konë me Nuhun a.s. këtë në konë besimtarë, pa dyshim. Dhe më thonë, lutja ju ka plotësu. Më shpëto mua dhe ata besimtarë që janë me mua, lutja u plotësu. Po Allah po thot, dhe ata që ishin me te, për shkak se kur i ka shti kafshët e llojeve të ndryshme, që përmendet tjetër vend në Kur'an i kena thonë, prej të gjitha llojeve merri nga një qift. Aty në smundesh mi thonë besimtarë, se janë hajvanat, nuk janë insan. Dhe thot, i përmbytëm që të gjithë të tjerët. Është interesant, po thuj se 1 milenium, gati edhe të shekuj, thirrje, një anije i kanë nxanë. Dhe ajo anije s'ka qenë anije që i nxanë 1000 vetë. Po në base ka qenë një lundër
e cila I ka nxanë, si mas gjitha verzioneve, ma pak se 100 vete. Kjo I bjen që në 10 vjetë ose 11 vjetë veprimtari ka një njeri ka pranu Islamin të Nuhu a.s. Çdo 10 vjetë ose 11. Kjo për neve do të me konë frymëzim se ne nga njerë ngutemi. Edhe pse me e këshyrë kështu me fryte, s'po thëmë rezultate, të kuptohemi, se rezultat është nëse ti e bën punën që shduhet. A fryt është nëse ajo punë për një me prodhon diçka konkrete. Ka pas pejgamber se rezultat ka qenë që punën e kam bërë që shduhet, po fryte s'kam pas edhe do të vjen njëri prej tyre në ditën e gjykimit me një xhamat, me një pjesëtar të ummetit, me 2, dikush me asnjë. Tash para mendon Nuhi a.s. 950 vjet, na është dashme prit që Nuhi a.s. I pas një 25 miliard njerëz. Po jo. Thuhet 84 vjet ose pak ka rëndësi sa, po pak janë kon, po kryesorja mësimi edhe frymëzimi edhe inspirimi është që domethënë të kuptohet se obligim I secilit, e këto në mënyrën më të mirë e kanë kuptuar dhe e kanë aplikuar pejgamberët e Zotit, obligim është me e kry punën, me përmbush detyrën, frytet janë në dorën e Allahut. Pra rezultat nuk është fryti, rezultat është puna. Për shembull, dikush thotë, valla unë ball po munohen apo të shtëpia s'po mungojnë. Ball s'është kur dorën zemër, veç kujtoj e Nuhin a.s. edhe e merr vesh se s'është ball, po ti nëse e ke po punën që duhet, edhe e ke dhënë shembullin që duhet, edhe pse ata s'po të dëgjojnë ti punën e ke kry mirë, rezultati është I mirë, po fryt s'ka. Do shta fryt s'ka sot mundet me pas nesër. Unë e di plot njerëz që në rinijën kanë që thonë kanë jetuar në bishte në kry, po kur kanë filluar me u pjek, ju kanë rënë mend fjalët e baballarëve, të gjyshërve. Do shta edhe mas vdekjes. Baba I ka folë sa u konë gjallë I shkreti, mbase që thonë o dalë me syqel për kësaj dunjaje pse e vlatës që kanë falë, po mas vdekjes kanë fillu ata me u falë, kanë fillu me u udhëzu. Këtë punë jenë në dorën e Allahut fuqiplot, frytet nuk do të shumë me na brengos, edhe pse neve si umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu edhe frytën na jep. Edhe në fund janë ato 2 ajetet e famshme që përsëritën pothuajse në çdo rrëfim, inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin. Në këtë ka argument e shumica e pyetjeve nuk ishin besimtar, wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim, dhe me të vërtetë Zoti yt është ai ngadhnimtari I mëshirshëm. 2 sifate, 2 atribute interesante, ngadhnimtari I plotfuqishëm edhe I mëshirshëm. Çka do të thonë? Gjitha e kryenësi e njerëzve, gjitha I sabër I pejgamberit, gjitha ato poshtërsi që ata njerëz realisht edhe I kanë bë, Allah I madhruar ka qenë I plotfuqishëm jo mas 950 viteve, po mas 9 ditëve ose mas 95 ditëve me I shkatërru që ata njerëz edhe me I përmbyt me atë tufanin e përgjithshëm që I ka ndodhur tokës. Ka qenë I plotfuqishëm, po se ka bo. Pse? Se ka bo për shkak se krahas I plotfuqishëm është edhe Rahim, I gjithëmshirshëm, mshirë plot, edhe e kalon Allahu që njerëzve më dhon mundësi deri kur janë shterë të gjitha mundësitë dhe njerëzit mos s'kan dashur me besu. Kaq ishte sa I përket këtij personazhi, këtij njeri të madh, Nuhut alayhis salatu wassalam. Javën që vjen, nëse Allah na jep mirë dhe mundësi, vazhdojmë shoqërimin me personazhin e radhës të surës Shuara. Allahu na mundsoft që me u frymëzu edhe me nxjerr mësimet më të mira prej këtyre rrëfimeve e me u mundu pastaj me apliku ato në jetën tonë. Allah e shpërbleft për vëmendjen. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.